Së dyti, faktori dytë madhor është kontrabanda e naftës. Asnjë litër naftë nuk hyn në Shqipëri me bote. $350.000 ton naftë kontraband hyn në Shqipëri në portet që kontrollon qeveria. 350.000 ton naftë kontraband janë të barabarta me të ardhura aktuale 410 milion euro. Që të gjitha shkojnë në familjen e kryekontrollorit të kontrabandës që quhet Edi Rama. Shitja e kësaj nafte kontrabandë nëpërmjet kompanive tregon edhe një herë bashkëpunimin e Edi Ramës me kompanitë e naftës në çmimet stratosferike. A mund të imagjinoni ju? Çmimi më i lartë në Europë, kontrabanda më e lartë. Pra, shkaku më madhor i këtij çmimi shkatrimtar është Edi Rama dhe qeveria e tij. Faktori tretë janë rezervuarët e naftës apo depozitat e naftës, të cilat në kuptimin e rezervës shtetërore mund të jenë shtetërore, mund të jenë private, mund të jenë shtetërore dhe private. Vendimet më pashme të qeverisë i kanë shpallur ato private. Por, natyrisht, magazinimi ka çmimin e tij.